Kuvendi i Kosovës ka miratuar të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare të parashikuara në rendin e ditës, duke i dhënë dritën jeshile disa projektligjeve të rëndësishme financiare. Me 81 vota pro dhe pas një kundërshtim apo abstenim, deputetët votuan projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë mes Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim. Kjo marrëveshje lidhet me një program kredie të bazuar në politika zhvillimore. Ndërkohë, me 90 vota pro, Kuvendi miratoi edhe projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim. Ky financim ka për qëllim mbështetjen e projektit për zhvillimin e sektorit financiar në vend. Gjithashtu me 88 vota pro, pas një kundër apo abstenim, u votua edhe një tjetër marrëveshje kredie me të njëjtin asociacion ndërkombëtar. Kjo marrëveshje ka të bëjë me projektin lehtësimit tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor, që synon përmirësimin e lëvizjes së mallrave dhe zhvillimin e infrastrukturës rajonale. 88 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Konstatoj se Kuvendi miratoi ligjin numër 10 L018 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës Kosovës përfaqësuar nga Në fund me 90 vota pro, deputetët miratuan edhe projektligjin për një marrëveshje kredie me institucionin gjerman KfW. Ky financim është i fokusuar në sektorin e energjisë dhe klimës, duke mbështetur politika që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm dhe tranzicionin energjetik në Kosovë. Të gjitha këto projektligje u miratuan pas një vot kundër, duke reflektuar një konsensus të gjerë politik për rëndësinë e këtyre marrëveshjeve në zhvillimin ekonomik të Kosovës.